Mirë, do të qëndrojmë tek zhvillimet e ditës së sotme, të lidhura edhe me 8 dhjetorin ditën e rinis, por është një herësh edhe hëna e 4 e foltores Partisë Demokratike, një herësh dhe protestës para zyrës së Edi Ramës. Lidhemi me kolegun Anesti Baramemaj. Anesti, mirë mbrëma, e hëna e 4 kjo sot me një fokus të ri, apo jo? Kam pak probleme me audion. Atere, po ta le ty për të më thuash cilat janë të rejat e kësaj proteste sot. Kam probleme me audion, nuk po të gjoj. Atere është e kuptueshme nga muzika e lartë atje në shesh në prag të nisjes së protestës. Tani po të gjoj pandi. Atere, Anesti, e hëna e 4 e kësaj proteste, ku ndryshon nga 3 javët e shkuara? Ndryshimi mund të themi se është tek pjesa e parë e muzikës, të herë ka muzikë kjo protestë, është ndryshe nga 3 protestat e para, po ashtu kemi edhe një monitor ku do të shfaqet një dokumentar i shkurtër për lëvizjen e 8 dhjetorit të 1990-s që do të transmetohet po në këtë shesh dhe ditën e sotme. Sa i takon pjesës së folësve, do të jemi njësoj me herët e kaluara, lista është me 10 folës dhe në fund të saj do të jetë zoti Berisha që do të mbyll fjalën e protestës me fjalën e tij që do të jetë fjala kryesore e kësaj proteste që është e 4-ta dhe përkon me ditën e rinis 8 dhjetorin që tashmë është dhe festë kombëtare. Dhe në kuadër të kësaj dite sot shohim në shesh që ka më shumë të ri, mund të themi, forumi rinor i Partisë Demokratike duket se ka marrë frenat e kësaj proteste, por edhe lista e folësve ka përfaqësues nga gjenerata e re e Partisë Demokratike. Pra kjo është dallimi nga 3 të hënat e shkuara, ftesa për të rinjt pjesëmarrës në protestën e sotme ka qenë prej disa ditësh nga Belin Këlliçi, nga drejtuesi të forumit rinor të Partisë Demokratike, apo jo? Nuk arrit të dëgjoj për shkak të muzikës, e kam pamundur. Atere, do të lidhemi pas pak me Anesti Baramemaj dhe e kuptueshme vështirësia në një prag proteste si që është kjo edhe me muzikë të lartë. Ne deri në momentin që do të rilidhemi me sheshin para kryeministrisë, do të qëndrojmë në disa zhvillime ndërkombëtare.